E prej Suareke se ka marrë në drena. Se dhe mund është me na do një moment gjatë kohës sa ka qëndru në Suarek, që të kalon brejsa mas shumë të. Po Suarek kanë përgjësi është të më këmë kalu jetë mi, një rast ka qenë interesant, atëherë gaz kur i mërshën, e që në delëshën policia serbe dhe na i mërshën flamurin, ndarsëm. Ishte një rast... Kush del ke bajraktar, u bëj ke gati për me dek. Dyta, nduket e treta, të më natë dytën, tash nuk jam i sak. Edhe ishëm një darsëm edhe para se më njës kryshit e bëjshëm biset që me bo për flamur. Me mora, mës me mora, unë isha për mës me mora. Edhe po më thët njoni, tha në realitet, tha, jo gjallar nështë se keni gale, e si patriot, edhe të sët po koqa si patriot. Me tha, ma mirë s'pe morëm, se më na e morë dhe qysh na ligin fart, edhe na pashnojnë. E ma mirë se morëm heq, edhe sështë, tha se mi morë, unë jam, se atëre është një kohë tradit, Suarek ka pri hoxha dhe 2 tjerë, të një flamuri i treti. I 4 në realitet. Dhe mo hoxha edhe 2 tjerë, të një flamuri. Edhe me na mur flamuri, unë e bajnë e reagim, jam pak temperament, jam pak si vulgar, dhe mo në atë aspekt edhe mu i murruk me shkije, edhe tash na del në i të lashe. Në realitet, së kur me pas dit, kur dollëm të fabrika Balkanit Suarek, na dollëm policia serbe për para, na ishë me traktora atëherë, veç i nusë janë kërë, edhe ato bo një gabim për shamë, si kur të nalim bajraktarin, do të më nalë edhe kejtë traktorat mrapa, kjerët mrapa, po në realitet, ata ja bojnë ty në tjerve kalen, tash metëm vesh na. A i bajraktari që e kishë flamurin, dhe më pak ishë gërbetzi, u frigu edhe, polici i tha dajl, ma jep flamurin, kë pak e zgati, unë edhe këceve e kapa, po nuk mujta mi kap shtizën, po kapa vesh flamurin, edhe tash të ngri ka dole, afrua e kapa shtizën edhe e ngreja, aj polici ngre, unë ngre dhe e nxera, bili, kur e gjuva mra pak nena, i lëndova pak këta që ishin rimërke traktorit. Edhe më ka piskate polici, tha, puca që, atë kërsa, sa është kërset, se ata kanë pas të adita që një përshkel në krak, thash unë jam kryetari i darsmës, edhe unë përgjësin e boj unë për këto, qka ki? Ama dhe letin eftimin, dajlish në kartë, ja dash, kër e pas Likov Skenderaj, po tani në fletë, ka qenë të fletën eftimet Jugoslave, të mo kanë qenë me fletën e dytë ka qenë vendbanim Peçan, Suarek, thash jo jam i Skenderajt, i Sërbicës atë litë, thash po jam i Peçanit. Tha ku thash këshirë, në ato nare, kur pëjqyrë, për shumë i kisha une 5-6 vjetë që isha imam në Peçan. Edhe mos zboni zoaj, dykur të kërë, ma shkurt polici nuk na usin alshaj. Edhe tash janë nisën shqiptarët më lifdu. Unë e thesha s'du më lifdu, se mashin e shere, se ka njerë në atë lifdojna, se kuraj që kër e kështë shinkoh hatu e rej policia, tha hoxha udri, tha, mështë ke hoxha me tha udri, tha kënë të mitë policia. Edhe ata, po të më lifdu, ma peshin shere, thash, mosë mërë me këtë punë, e në realitet ka qenë kjo rast shumë i që se arrej kur, edhe një rast tjetër ka qenë kër një më shku me një darës, më ka qenë një familje pak Jugoslave, edhe 2 flamur, atë dhe flamurin Jugoslavë, atë dhe tonin, unë isha i pari, edhe tash, unë e përdojrëm edhe qita tonin për para, ato të mraba, tash a i herë tha, hoqë tha, këtë do të me konë, tha se kjo Jugoslavisë, thash, ja, thash, unë këthejna së zvi krëshkeq. Po, të mua, a i ta një heshti, e kur hënëm në rahavec, e kemi morë nufësën kur se arrej, kur hënëm në rahavec, ata rahavec litë të lezetëshëm, dhe ma kush, e dishit që hoxha ka po, e këto janë 2 raste që si arrej kur, ka dhe protesta, demonstrata, ka marrë pjesë. Ma shkurt, me Suarek një mëkuj mishtun shumë, edhe Suarek edhe sot e ka marrë. Se vendindja e dytë. Po, bili, me thosh shpesh e gruja dhe thëmija më akuzojnë që ma që ka me shku në Suarek, në Peçan se sa në Likos ku më ka falë zotin.